Të mbetur pa shtëpi pas shëmbjes së pallatit të tyre më 26 nëntor 2019, sot 16 familje banore të pallatit Baronc më në fund mund të gëzohen apartamenteve të reja tek pallati Kastrati në lagjen numër 17. Familjarët përfitues u bën pjesë e shorteut publik të organizuar në sallën e Këshillit Bashkiak Durrës dhe mësuan sipërfaqet dhe katet e apartamenteve të reja, çelësat e të cilave pritet i marrin ditën e hënë të javës së ardhshme. Për shumë prej tyre, kjo e sotmja është një ditë e lumtur pas një pritje mbi 5 vjeçare. Mos hone mas 6 vjetësh. Arrendojmë të shtëpia jam. Morët të njëjtën sipërfaqe? Po, të njëjtën. Pra jeni mirë, besoj? Shumë e lumtur, pritja ishte pak e gjatë, po faleminderit. Faleminderit, sepse nuk është kollaj në ditën e sotme, pajisesh me shtëpi. Por, ashtu si dhe një ditë më parë, shorteu nuk kaloi pa polemika mes banorëve dhe përfaqësuesve të bashkisë. Si jeni bashkëpunar në ndërtesën e re, nuk është ky momenti për diskutuar zotëri. Sot kemi Disa prej përfituesve shprehën pakënaqësitë e tyre për metrat katror dhe katet. Do të jetën nuk jemi lumtur, nuk them dot. Do mos e marrë shtëpi. Po ma bidi diçka, do mos se katet. Duke sigur nuk filloshin, na do të fillojë nga 1 deri sipër, po duke sigur filloshin nga 9-ta, 11-ta. Nuk e kam iden, them që janë si hyrje të mbetura apo hajde japim nga jashtë. Përfundimisht vjen sot, merri sot Petra, nuk japin çelësin. Kjo nuk e kuptoj. Unë du t'hike se nuk jam këtu, jam emigrant. E që do të bëjmë? Jo nuk jam shëvizuar, për arsye se unë pas 86 metra katror, ty dhe më kuzhinë. Për efekt e pensionit, po ata bëra ndarje fëmijëve. Që të mëshëm 10.000 lekë shumë tepër, 8.000 lekë sa ishin atë kohë. Mi po tash që ra pallati, unë dogja fëmijët, me fëmijët nuk flas fare. Pra tani në bazë të përbërjes familjare ju merrni Ma më një pak. kuzhinë. Për shkak se në pallatin Baronc në lagjen numër 6 u regjistruan 2 viktima, banesa kolektive nuk mund të ndërtohej në po të njëjtin vend. Për këtë arsye, Bashkia Durrës vendosi që familjet të sistemohen në pallatin Kastrati, të rindërtuar nga e para.